Shqipëria do të luajë në fundin e këtij muaji dy ndeshje shumë të rëndësishme në kuadër të kualifikuesave të botrorit, ku qezin për herë të parë janë kualifikuar në play-off dhe do të përballen me Poloninë në rast të një rezultati pozitiv. Skuadra jon luan me Suedinë ose Ukrainën. Në një intervistë të dhënë për FSHF-n, zëvendës trajneri Pablo Zabaleta ka folur për gjendjen e skuadrës para këtyre ndeshjeve dhe besimin që është për sa i përket kualifikimit. Duke marrë parasysh gjendjen e skuadrës, kundërshtarin dhe përgatitjet që po bëni, sa besoni se mund të kualifikohemi në botror? Ne kemi luajtur kundër Polonisë 2 vite më parë, por nuk mund të themi që është e njëjta skuadër. Mund të kenë disa lojtarë të njëjtë, por janë në një moment tjetër me një trajner të ri dhe mënyra si luajnë është tërësisht ndryshe. Këtë javë kemi parë 5-6 ndeshje të tyre me trajnerin e ri dhe do të jetë shumë e vështirë. Për Shqipërinë, për ne është era parë, ndaj është shumë e rëndësishme të besojmë që mund t'ja dalim, por ajo që duhet të sjellim në këtë ndeshje është shpresa e gjithë kombit. Pjesëtarët e departamentit të analizës na kanë sjellë informacion mbi 3 ekipet me të cilat mund të ndeshemi në mars. Polonia sigurisht është e përcaktuar, por duhet të shikojmë Ukrainën dhe Suedinë po ashtu, sidomos sepse kanë pasur ndryshim trajnerësh, kemi parë ndeshjet e tyre.